Dy edukatorët që shfaqen në videon ku dhunojnë vogëlushët e shtëpisë së fëmijës në Shkodër janë shkarkuar nga detyra dhe janë shoqëruar në polici pas kallëzimit penal ndaj tyre. Dy gratë, Edvana Sulaj dhe Manjola Banishta, akuzohen për dhunë ndaj fëmijëve, shkelje të drejtave të tyre si dhe shpërdorim të tyre. Të njëjtat akuza rëndojnë edhe mbi kujdestarin Albert Rekaj, ish kryetari i shoqatës së jetimëve në Shkodër, i punësuar në jetimore kohët e fundit fal një projekti. Pas publikimit të pamjeve skandaloze, ka reaguar edhe Ministria e Mirëqenies Sociale, e cila kujdeset të mos përmendë misionin investigativ Çathu që denoncoi ngjarjen. Në reagimin zyrtar thuhet se Shërbimi Social Shtetëror ka nisur drejt shtëpisë së fëmijës në Shkodër një grup ekspertësh, psikologë dhe punonjësish social, të cilët do të bëjnë një vlerësim më të plotë të situatës, jo vetëm për fëmijët e dhunuar, por edhe tek fëmijët e tjerë të qendrës. Nisur nga kjo ngjarje, Ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi bëhet me dije se ka urdhëruar Shërbimin Social Shtetëror për të kontrolluar e vlerësuar menjëherë të gjithë stafin që përkujdeset për fëmijët në shtëpitë e fëmijës në të gjithë vendin.